Filoreta, kemi përgatitur një intervistë që do të kalojmë në për pikat më të rëndësishme të jetës dhe karrierës tënde, mirë po këtë emision e nisim me një rubrikë të veçantë, kutia e kujtimeve. Çfarë na ke sjell në këtë kuti të kujtimeve? A mund ta zbulojmë? Patjetër. Sot me vete, ka marrë një furtere, Okej. që e ka një qëllim shumë të madh. Mbefasove, nuk mund të them që nuk jam i befasuar. Pse kjo furtere? Çfarë do të na thuash me këtë furtere? Kjo ka qenë, e kom një treg në vogël, Okej. një ngjarje të vërtet, 2002-ën, besoj në 2003-ën. Nuk e di në cilën vit. Ishte natë e madhe. Mami ishte në Kosovë, e thira prej Amerikës, thash mamit, në bisedë e lirë, po thotë sot është natë e madhe. Thash okej. Thash, po qa do të me bota, bënë një halve. Okej. Se kemi na traditën shqiptare. Thash, po në zis me bo halven, thash, qysh bohet? Tha, nuk të regoj, se kur kom qenë one me ty, kur si afru edhe me më shiku, kur gjatë kohë që kom zi. Okej. Thash, okej, s'ka problem. E mora telefonin, e thira tetën që e kam Norvegji, edhe burri tezës po thotë, unë e të regoj, mere vajen, mere sheqerin, unë i mora ato proces që të mere vajen, djege, e qëtë sheqerin, e mora, po aqë, kur të bësh një pun me pasion, është shumë e letë, po kur e bësh një pun me atë që you pushing yourself, që e shtyn vetë vetën me bo, se duhesh me bo, there is no passion there. S'ka pasion, nuk e bën... S'ka pasion. Edhe aj vaje mu ka djek 5 herë. Krejt shpia u mushtim. A erdhen këjshit me dhe qa ka bohet, bre? Zjartiksat. Edhe, në fund, e realizova, e bona halven, e tira mamin, tash e kumbo, nuk të regoj, tash kush më ka të regu, tash pone mbarova. Edhe atëherë, I still remember... Qysh doli, a e hangra veç e bona? E kum hangër, edhe gjithmonë edhe soda dit e bëj. Rezikove? Rezikove, e bona, ka qenë shumë fenomenale. Po, një gja që unaja me mendu, thash, po kush ja ka pa hajrin, fërterëv, të njerëv. Thash, une du me qenë, andra jame është që I want to be a businesswoman, që I can afford me hangër jashtë. Okej. Që gjithmonë, nëse du diqka, E blenë, shkën e pagun, edhe hansi zoj. Pa tjetër. E kohët, na shqiptarët e kemi slow cooking, do me thonë, aj ushqimi jonë është nga dalë shumë, edhe merë shumë kohë. Edhe pasion jam kur s'ka qenë kuzhinë. Kur s'ka qenë kuzhinë? Kur s'ka qenë. Edhe sot dadit nuk është. Djallin e kam 17 vjeqar, vajzën 14, edhe gjithmonë kur bjen diqka biseda për ushqim, të në mami larë kuzhinës. Se nuk e kom pasionin ato. E qka përdo me na thonë me këto tash? Qka përdo me na për cilë? Qfar mesajji? Për qka e përdor ti këtë fërtere tash? Tash e përdori për, do me tha vez, më nxas, ose palacinka, për tjera gjana, absolut vinat. Për kur këtë fërtere e ku marrë me qëllim që edhe në kulturën shqiptare, gjithmonë tojmë një zonjë, pa marrë parasysh qëfar profesioni ke, në kuzhinë është e pa do me dashme. Për mendimin tem, you don't have to be the best cook. Se Zoti ati kohë shumë falë, nuk t'i dhëron të gjitha. Nuk t'i jap... Do me thonë, nëse nuk din vajzat, së është problem? Së është problem. Se kur gjak, ditën e sotit nuk je keq për kur gjak. Po edhe pse burrin unë e kam shef. Këtu desha me dalë. Qëfar profesioni ka burri? Burri është, do me thonë, shef i kuzhinës. E, moj zoja! Do me thonë, s'dvyn fërtera, ja? Kur e ke burrin kuzhinjer? Pa tjetër. Gatun edhe në shpijaj? Pa tjetër. Sidomos banketet kur i kemi, ditlindjet kur i kemi events, në shtëpi, gjithmonë, prej as deri në zhejbën, me pastroj gjithë këtë shtëpin, për para mbrapa, shërbejt të gjitha, po pasioni im për me zi... Nuk eksiston. Nuk eksiston. Edhe gjithmonë jetoj, edhe si një femë në sukseshme, thomë që God doesn't bless you with everything.
Zoti si qanë të gjitha. Nuk bekon me çdo gjë. Nuk bekon me çdo gjë. E mus më ka beku për veti se kom pasionin kuzhinë. Sa ma larë kuzhinës, edhe pse nuk je ke përgja fare. Ama kam përshtypjen që sa herë ka thonë nona, ban, ti s'ka pëlqy, ha? Kur s'ka pëlqy. Edhe jashtë kuzhinës, edhe gjithmonë jem të rjekë shumë ma larë kuzhinës. E tash që a thot nona? Nana tash ti mburret me suksesin tem. E kur vjen mami në Amerikë, gjithmonë ma je ka me ushqime tradicionale, baklavat, flijat, edhe pse vjerën e kam ëllbote, kam shumë respekt për ta, sidomos pasullin, ato gjanat që they take long time cooking, vjera mi krynë të gjitha, po kur e kam mami në shtëpi, mami gjithmonë më zinë të gjitha, edhe pse... Ta hek mallin e Ta Kosovës. mjekit mallin, gjithmonë. Faleminderit shumë, shumë interesant. E nisëm këtë bisedë me një tigan, një fërtere që po e themi. A mund më thuash si e kujton vetën, si shkove në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Çfarë ndodhi? Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur s'ka mendu të dalë jashtë Kosovës. Unë ja kum fillu me punu prej që kom pas 7 vjeqare, dyqanin e babit, edhe gjithmonë suksesin e kemi pas, vin nga një familje shumë e suksesshme, edhe s'kum pas kur nevoj me dalë jashtë. Po ra lufta, edhe shkova në Amerikë. Në Amerikë shkova, ku gjuhën angleze nuk e kum ditë, anglishtën se kum ditë fare, pas kulturën amerikane se kum ditë. Ishta 17 e gjys. 17 vjeqe. 17 e gjys, po. Edhe gjithmonë kom ndru, I always believed it, dreamed it, then achieved it. Gjithmonë e kom pas like, I believed on myself që I want to be a woman, Okej. dhe proud of myself. Dhënë, ke besu në vetën që do të bësh një grua që do t'jesh krenare për vetën. Pa tjetër, Gjithmonë. gjithmonë. Dhe kur shkove në Amerikë, si t'u duk? Çfarë ndodhi me jetën tënde? Sepse të shkosh nga lufta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ndryshim shumë i madh. Edhe tani kur shkon në Amerikë është ndryshim i madh. Pa tjetër. Kur shkova në Amerikë, jemi kanë, do me thonë, from being rich to being poor. Faleminderit prej Zotit, ati kof shumë falë, që jeta është shkallë. Mu më ka mësu shumë, se I know how to live rich, but then I learned how to live poor. Poor, që se refugjate, kur je pat holla, na ishëm pat holla, kur shotëm në Amerikë se refugjate, qka gjana që na ka ndonë me ato gjana mbetëm. Deri sa fillum tani me punu, na që të një do lagje që jo të mira, për shkak se shteti pagujke shpenzimet, atu jetum, do me thonë, 3 vjetë, tani mas 3 vjetë, e blenëm pronë, babi vleti pronë shtëpin private, babi me mamin erdhen në Amerikë bashkim familjar, po prindve nuk i pëlqej Amerika, për shkak se babi kishte bizneset në Kosovë, prindu këtët në Kosovë, edhe babi, unë jam vajzë e vetmen në familje, 3 vllazni kam, babi në tha, nëse këtheni në Kosovë, e keni gjithmonë mbrojtjeni tem, po nëse rini në Amerikë, jeni vetvetja. I wish you good luck. Kështu që asë njëri prej neve nuk u këty me prend, ata u këty në vetëm. Atje vazhdova shkollën. Ishte e vështirë ajo periudhë, adaptimi, përshtatja, pastaj të mësosh jetën atje, të gjesh punën. Pa tjetër. Ja kom njësë prej McDonald's-it, edhe do me thonë, shkresha dhe në fakultet, full-time fakultet, full-time working. Se në Amerikë full-time është 40 orë një aftë. Edhe gjithmonë jëmë konë ajo, që I was a leader. Unë gjithmonë tam jam 2 llojet njerëzve, është përcjellësi edhe është lideri. I was born a leader, not përcjellës. Edhe gjithmonë jëmë konë ajo punëtore, like, maj suksesshmja ku kum punu. Ku ke punu? Ku kum punu. Edhe në McDonald's? Edhe McDonald's. Edhe pse gjuhën nuk e kum ditë,
Gjithmonë, filloreta. Prej McDonald's-it, tani hina si një supervizere, janë njësa me mësu gjuhën, hina një supervizere në restorant Amerikan, ka qenë buffet. Qa bësha ato? Managing people. Po, edhe në shkova për International Business and Criminal Justice degree. Okay. I achieved them both. Në Chicago jetova prej 99-ës deri në 2006. Në 2003 u fejova. Okej. Ku u fejova atja këtu? Shoku jetoj në Michigan, unë jetojsha në Chicago. Po? Edhe shtëpin që babi e blejta unë prej babit, si e fejune, me atë qëllim, që burrin me marë Në shpi? Në shpi, që me marrë dhe i prej Ja bleve babit shpi? Ja blejta babit. Kjo ka qenë mas 2 muje, mas e u fejova unë, e blejta prej babit. Edhe, kur e blejta babit, se babit u këtu në Kosovë, ta shone... Ta tha ma lira... Njëjtë në qmim. Njëjtë në qmim? Njëjtë në qmim. Nuk bën e pazar pak? Njëjtë në qmim. Edhe, kur e blejta shpin, unë e mora me qëllim që burri me mu këtu mu prej Michiganit në Chicago. Po, a i ma inteligencë se unë. Kur gjatë, he was very chilled, kur gjatë ndodhe, ka filloreta, qëllimet e mija ishin me kry fakultetin, edhe tani martesen me bo dartsman. Në 2003 në fejova, në 2006, e mora në shtetësin Amerikane, mbarova fakultetin, edhe erda në Kosovë bona darsëm. Kur erda në Kosovë me barë darsëm, edhe shoko aq inteligent, po thot, po, unë e punoj këtë punë një kompani edhe i private, shef i kuzhinës, thot, unë nuk muj me gja këtë punë, se kom shumë, kom do ka biznesin e vetura, bjene shet vetura, e ka lejen. Po thot, unë të gjithë njerëzit që i një, është ma mirë ti me arë në Michigan, se unë e me arë në Chicago. Eja ti për only 6 muj, se bashkë i këthemi në Chicago. Okej. Unë e shova shpinë me qëra, edhe ata 6 muj, sot do me thonë, me 16 Gjulaj, korrekt, i bujna 20 vjetë martes, edhe pre aterit, unë në Michigan jam, kështu që shpinë 2021 e kemi shit në Chicago, edhe ku investu ato të holla në Chicago. Qëfar bërë në Michigan? Michigan, kur mas martesës, u këtujmë në Amerikë, në Kosovë erdhëm me $30,000. $30,000, okej. Në 2006. Po fol me shifra, mirë. Shumë të mëdhaja, sot edhe si nuk janë, si janë shumë një shumë e madhe. Kur e mi këthy në Amerikë, e mi këthy me $2,000. I hargjut? I hargjum në Kosovë. Darsman, honeymoon, u shtetetom, i hargjum. Kur këthym në Amerikë, mas një jave që bona unë e moved në Michigan, këtë story I shared with so many people, edhe pitham shoku tash, a i din ti që i kemi vetëm $200 në bankë. Prej 2000-ve 200, se unë është përgullja prej Chicagos, që bartjen, jo, gjanat mi marë, morëm banesë me qëra. Po thot, a që që është, unë jam shumë agresive, jam e shpejt. Me më pas ndodh, a i me më pas pyt mu, unë e kësha tonë, po 2000, ka shku, qa ke ble, me ljapë se me fletore, me këqyrën e të pujen shku të hollar. A i s'po vetë, po thotë, po qa ka lidhje, 4 vetura i kam, jam për shitje, ju m'him punë, ti t'ashti në punë, pse po stresohesh? Ja kum këthy shpinën, ja kum ngrit dur lartë, tash faleminderit për Zotit, çfarë na fake kam, që he's chill, unë agresive, tash gjitha vinë me kohën. Okej, dhe çfarë ndodhi pastaj? Si hargjut ato $200? Po tani, a i filloj me punu me njëherë, une hina më punë me njëherë, une si managjere, do me thonë, restorant hina local, a i filloj edhe pre aterit, step by step. Step by step. Okej, faleminderit shumë që të regon të histori. Do të shohim një fotografi tani dhe të shohim se qëfar... Më thanë, fake it till you make it. Por, kur ke vetë besim gjithë qka është reale. Qka ke dashtë me na thonë me këto? Kjo fotografi është
në dhjetorin e 2019-ës. Kjo fotografi është kur e ko marrë, do me thonë, lejen për si real estate agent, ka qenë një periudhë shumë e gjatë për mu. Pra nga 2006 i bie, po flasim tash në 2019, dhe në 2019 more leje për... Po. Mora lejen për shkak se gjithmonë, kur i kom pas fëmijët e vogël, kum punu aq shumë orë tëra, 10-12 orë, ka ndodhë 17-18 orë në ditje, e gjithmonë e kom pas atë qëllimin si aq ma të rrithshëm që janë fëmija, aty nevojitëm shtëpi me qenë. Sidomos sot vajzën e kam 14 vjeçare, unë jam aq tepër në shtëpi, se edhe my office është prej shtëpisë, që e kontrolloj çka po bën, me kam po fol, për gjitha që edukoj, ja do edukatën time. Kjo fotografi, kur e mora lejen, unë ja fillova me punu për EXP Realty, kjo është kompania numër 1 për momentin tër botën, jemi all over the world për momentin. Fillova me ata, kur ata i keshin vetëm 13.000 agenta. 13.000? 13.000. Se sa kanë tash? Tash i kemi 96.000. 96.000 agenta? 96.000 agenta janë tër botën. Edhe, kur fillova me ata, ta të putojnë ta, Filoreta, na s'kemi ofise, ti i do shkrejt online. Po aq shumë që u frigova, po më pëlqejsht ke my upline, kush më propozoj ke që me shkuatje, më pëlqej ke shumë, se ishe njerëzit krejt, my circle was amazing. Ti për sukses shumë. Kur fillova me ata me punu, para se me marrë lejen, unë jam ajo agente që me plot zemër, thamë, që kur 16 herë I failed the test. Në një herë, jo 2 herë, 16 herë. Testin për me dhonë, me marrë lejen, më bo agente. 16 herë? 16 dhe herë. nuk hoqe dorë? Nuk e dorëzova. Mami ka qenë e vetmja që më ka mbrojt, dhe ma ka bo, nuk është e thane, it doesn't matter how many times it takes, është që ti arrish qëllimin tënd. U mërzite? Mërzita. Gjatë kësaj kohe? Kam qenë stressed and depressed. Stres dhe depresion? Stressed and depressed. Ka pas raste që ju më nalë para... Pse e doje kaq shumë këtë punë? Çfarë të thonte kjo? I wanted to be myself. Sales gjithmonë ka qenë gjak i kum pas. Jam shumë e shoqëruar, edhe para se me fillu me shqit shtëpia, isha një lokal që shqitëshin furniture store, e mobiljev. Mobilje, po. Atu ja fillova një janar, në shkurt isha prej 120 punëtorve, kam qenë punëtorja maj sukseshme në showroom. Numër, do me thonë, mujnë e dytë e treta. Mas mujë dytë, which is March and after, I was number 1. Do me thonë, mas marsit gjithmonë ke qenë e para? Gjithmonë ke qenë e para. Ma shumë shitje? Ma shumë shitje. Po ato dashërova aqë shumë e sales, prej management, restaurant management, me shku në sales, son edhe vetura ja fillova me shit. Like fillimi që prej, do me thonë, prej restaurantit, vetura shqeqa, edhe gjithmonë të isha du me qenë që my customer service me qenë number 1, që I should be very successful, and as you know, commission, sidomos në Amerikë, pagu tepër. Edhe, kur fillova e mora lejen, 16 herë, edhe të isha, është shumë, ka tash ka me qenë shumë easy. Shumë easy? Shumë easy, ka me qenë shumë ka lajse. Kur e bërë shitjen e parë, qëfar ndodhi? Shitjen e parë, kur e ka pa një mishteri, këtë fotografien e parë që ishte, atë shtyllën. O, këthejemi të fotografia e parë, po? Ajo ishte shtylla, që unë nuk disha që me advertise myself. Edhe mora atë fotografien, edhe unë isha shtylla do me thonë, my signs. Edhe një Amerikan e ka pa, edhe po më tyrë ta Filoreta, tha, e kom në një shpit me shit. Ta shok e s'ka problem, u takova me ata, edhe muraj me ashit shtëpin, e bleti një prom prej meja, edhe ko ishi atina më boni hired mu, do me thonë si agente. 3 shitje me këtë fotografi në social media si kum qitë. E kjo ka qenë, do me thonë, dhjetorin në 2019.
Pra e nisem me kam të mbarë. Me kam të barë. Po më intereson, sigurisht ajo pjesa e fillimit ishte e vështirë. Ke thonë ndër tjera në një revist, kështu. Në atë kohë i premtova vete se do t'ja dilja mbanë në këtë vend. Cila ka qenë sakrifica ma e madha, apo ma e vështira, por me mbajt ti këtë premtim që ja ke dhënë vetës? Kur ishin ato momente që testi nuk musha me dhonë, edhe vetëm bisha për një pytja. Një pytja dhe me kalju. Ishte për një pytja. Për një pytja. Ishte e njëta pytja të ndryshonte. Nuk e di. Nuk në tregojshin ku, po vetë me pytja. Edhe qëllimet e mija ishin kur isha mrena, vajza ose plagji, ma beshin, mami, did you pass the test? Une me lotë në sy, dhe isha jo, mami, it's always the next time. It's always the next time. Deri mami nuk dorëzohet, një ditë keme me dhonë, po aso da nesër, it's always the next time. Edhe dashti zoti, me 16 herë edash, edhe sakrificë ka qenë pa tjetër. Po, suksesi tashti, it speaks for myself. Okej, interesant. Kalojmë tek fotografia tjetër, i përmende veturat. Po. Shqitjen e veturave kishe biznes me bashkëshortin, apo... Me bashkëshortin. Bashkëshorti ka... Vazhdoni ta keni akoma? Akoma e kemi. Kjo fotografia e parë është, do me thonë, para 2022-ën, kur babi Rameti pas shpirtim ka vdek, këtë shpije ku mble vetëm për babin, se kisha me kancer, edhe shtëpin që isha, nuk mujke babi me ardhë me karrocë, për shkak se shkallët ishin. Shkallët poshtë, e karroca qysh me shti, po dusha me shku in the background, për me hi ka balkoni, për me shti babi në mrenda. Edhe, qëllimin e arrita, tash, du me shku me ble shtëpin tjetër, që babi tjetër rahat. Po, pa shkallë, rafshë, dhe kjo është ajo shtëpia. Po, edhe kuna i të regojsha që, blejta një shtëpit madhe, 500 metra katror, krejt, të edhin që janë shqiptarë gjithmonë, e thojnë atë mendimin e vetë, po qka po të vyjnë ty shtëpia 500 metra katror? Ti vetëm vajze djallë ki, nuk është puna sa qka duesh, nëse ti e donë qa qëllim, arete. Fotografia e dytë, dhuratën ma të madhe, ma suksesin që e ku ma rrit the highest level, instead of buying myself the best gift, ja kum vle shokut veturën. Burrit. Burrit ja kum vle. Qëfar është kjo vetur se s'po e shoni? Kjo është korvet. Korvet, të më thonë është amerikane. Po, amerikane. Do me thonë, është pak ma e ullë se Ferrari Lamborghini, po është kejtë në kategori shkojnë edhe kjo, ku vetura bejke $250,000, unë e vi që ja kum shkru qekun, tash e gëzafsh. Edhe pse shoku ka mujt edhe vetë me ble, po unë e kum dasht me plot zemrën, mas pari atina, para se me ble për vete. E ka akoma? Po e ka. Kjo ka ndodhë në 2024. 2024. July 2024. Okej, falemderit shumë. Falemderit shumë. Kalojmë tek një fotografi tjetër, tashmë. Kjo është shoku, është midis, edhe kjo është një bëlder i Shqipëris, Dzeni, në Shënxen. Kjo ka qenë, kur e kemi ble, pronën e parë në Shënxen, shtator 2022. Pra ke ardhë, ke ble prona edhe në Shqipëri, në Shënxen. Pse? Jo që më ka du diqka, jo që e komandër me shku, po vi pre Amerike, po shkoj në Shënxen, po babi i pa 7 prona vetë, e po thot një femën e suksesme si ti, pse si investon ti në Shqipëri? Ta shpone nuk e di mas pari as që është investot në Kosovë. Për me bo babi krenar, e blejta pronën e parë. Isha me Dzenin, tash Dzenit, cilën banes e ke matë shtrejten, ato të regoma. Po tot, fillorita e kemi bashkë në vinë e parë Bregdetit, tash s'ka lidhe qmime. Jemi kanë në tavullin ullë, edhe ja bona babi tash. Babi po thotë, po, ti se din që qmimet janë pak larta, tash s'ka problem. Shkoha e blejta ku $, e euro ishën një me një. Kështu që mu tash ti
për momentin, për sot, do me thonë 20-26, prone si ka rritë qmimi edhe njëherë ma tepër. Edhe njëherë ma tepër. E përmende babajnë dhe që të ka ndru jetë, ndërkohë në një intervist ti ke thënë që babaj im u balaj është njeri ju më i fort që njohë. Pa tjetër. Si e kujton? Si ishte raporti me babajnë? Me babin, vetëm i babin familjen time është që e kum pas nga biznesin. Një krah gjatë. Që gjithmonë më ka shty ma shumë e ma shumë. Në ato aspektet, kur i kum shit 3 shtëpia, për shembull një javë, e kum tirë babin i shita 3 shtëpia. Ma bën një telefon kur t'i shit shpes. Edhe e kum mbyll telefonin edhe gjatë po m'daljen. Edhe pingryti dur t'lartë thash, me pas babin Amerikan, kjo shton, sweetheart, amazing job. I'm proud of you. Tash e baba shqiptarët kur së mund është një me sukses. Kur së njerë me të pare. Tash okej, regull. Kur i shita une njavë, 5, e thira, tha urime, po tash ti shkojme me 6 e 7. Edhe sot besoj, jam ajo kush jam, që gjithmonë më ka shty ma të lartë e ma lartë. Gjithmonë më ka dhonë atë the push. Always pushed me to be the best from the best. Po e kujton kështu? Ashtu e kujton. Motivonte, tash kurton të kështu, të motivonte kjo, apo ngushte me inat? Jo, ka qenë gjithmonë he motivated me, but always pushing me, because you can do it. Nëse mu na unë e thike me bu, mu nësh edhe ti. Edhe gjithmonë ajo shtylla tina, edhe soda dit më ka metë që I always wanted more and more and more. Edhe pse sot jam pronare 23 prona private, gjithmonë du ma shumë. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit deri këtu. Do ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi në pjesën e dytë.
Jemi këtu në studio, vazhdojmë të flasim me Filoreta Balaj Elezi. Dua ta vazhdojmë bisedën në një fotografi tjetër, në LED. Okej. Familja është gjithçka, aty ku jeta fillon, dashuria nuk mbaron kurrë dhe zemrat janë gjithmonë në shtëpi. Po ashtu është një fotografi, ma shpjego këtë. Kjo është para një jave. E mora mamin, gjyshen, 34 vjeqare, edhe tezin. Ishom në Turki, në Istanbul, mora hotel me 5 yje, me knaq këto zemra, tash zoti mu në juve. Edhe gjyshja, po thot apo në spuri në hotel, që isha në për muzika live, gjyshen, une me gjyshen. Sa vjeqë është gjyshja? 84 vjeqare. 84 vjeqare. Me ato belly dancers, në ora pre orës 11, deri në ora 3 gjyshja me neve muzika live. Gjyshja në karocë. Ajo është gjyshja? Po, ajo gjyshja është. Edhe, thash gjyshës, thash, po dalim në hotel, hoteli ishte me bazen, ishte, like, fenomenal, 5 vje hotel. Gjyshja po të tapone ku mardh, tha mu shetit, tha dush me mqita në qytet. Pa e me ec, po ec, se ka atë me shtag, thash, okej, do me marru një wheelchair, kolicën, thash edhe qesëm na, edhe qetitëm. Unë e morat, po aqë shumë rrugët në Istanbul, poshtë, her nalë, edhe unë me tezën, u duhet edhe me shty, po aqë shumë e ronë që ishe, tezja me një shalë pengre, I was pushing her. Pra kjo është fotografia? Kjo fotografia që pa marë parasysh kushje, pa marë parasysh qëfar suksesi ke, gjithmonë jepja kohën familjes. Sidomos gjyshës, gjyshet, mamit, babit, gjithmonë atë kohën, une jam shumë e gjithë. Edhe pse jam një businesswoman, një nën, një grua, gjithë mburëm që jam aqe dashër me pjesar familjar, edhe ja kom dhonë kohën. I mora të gjithë, u shetitëm, e këtë fotografi me atë qëllëm. Pra kjo është fotografi që në këtë mënyrë ju shetitët. U knaqë gjyshja? Pa tjetër, pa tjetër. Gjyshës ju bo zamra malë. Edhe po thota, po kur të veshta në gusht në shtator, ku do të shkojmë next? Pra planet për të ardhme. Ashtë po në Greqi, në Itali, ku du shti thashtu në qoj. Kështu që mburëm me kohën që ja jepi. Faleminderit shumë, pra një shembull shumë i bukur. Kam një surprizë për ty, kam një letër. Nga dikush që ta ka dërgu. Po. A ta lexojnë? Pa tjetër. Kush po ta merr mendja se ta ka dërgu? S'kam ide fare. S'ke ide? S'kam ide. Që në fjalinë e pare kupton, dhe më thonë. Ti, motra ime, je vlerë unike për ne si familje. Pas përfundimit të shkollimit ke arritur sukseset të larta në punë, në fushën e biznesit me ndërtim të besimit në fushën në cilën operon. Për kushtim, disiplin e me punë të palodhshme. Çdo suksesi yti është rezultati sakrificës dhe vullnetit për të ecë përpara, edhe kur ka qenë e vështirë. Ti gjithmonë ke pasur synimet qarta dhe ke ditur që ti arritësh me ndershmëri dhe disiplinë. Për mua si vlla, arritjet tua janë frymëzim dhe shembull se me punë dhe durim mund të realizohet çdo ëndër. Jam krenar për rrugën që ke ndërtuar dhe për gjithçka që ke arritur deri sot. Humaniteti yt është për admirim në mënyrë të veçantë në raport me familjen dhe shoqërinë, duke qenë gjithmonë e gatshme për të ofruar mbështetje morale dhe materiale për njerëzit që të rrethojnë në njërin anë dhe për shoqërinë në anën tjetër. Ti, me vizionin tënd, ke arritur të jesh e integruar plotësisht në sistemin ekonomik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga vllai yt, Mentor Balaj. Ti ke 3 vëllezër dhe je veç një motër. Mentori është? I madhi. I madhi. Mentorin e kam
Vlla, të gjithë i kam, dora e ka 5 gishta, të gjithë e kanë, do me thonë, vlerën e vetë, po me mentori jam shumë a i lëtë, se kemi fillu si të ri me punu, kur këta 2 vëllezërit e para luftës, kur i shumë, do me thonë, si të vegjëll. E mentorin gjithmonë e kom pas në djatë, edhe sot e kam. Edhe jemi aqë të afërt, edhe aqë mburët me suksesin tem, e me gjëra që i bëj, aqë familjare që jam, që me plot zemër e du, falenderoj shumë për ato fjallë që i kam burun nga zemra tina. Filoret, sa shpesh vjen Kosovë? Sa është e fuqishme lidhja me Kosovën për ty? Që nga 2022 që ja kom fillu tash me investu, do me thonë edhe në Shqipëri e në Kosovë, gjdo 6 muj, gjdo 7 muj. Qëllimi im është që 43 veçare jam, 44 i bëj në prell, a di që i bëj 50 vjeqare, ose 50 shtëpia në shtetin Michigan, jo në Kosovë apo në Shqipëri, apo në Evropë, qëllimi im është më këthy në Kosovë. Kosova është vendi ma i bukri në botë. Tani, kur thu me u këthy në Kosovë, me ndonë veç ti, apo komplet me fëmijët me shokën edhe me fëmijën. Bashkëshortin? Po. Pajtohen ata me këtë? Pa tjetër. Shokët i pëlqen shumë, fëmijët të du të gjuhën Shqip, edin gjuhën perfekte Shqip, me ledzu, me shkru jo, po perfekte e folim gjuhën. Vjerria më ka një mu shumë, faleminderit prej tyne për dashurin, e respektin, e ndimën që ma kanë bo, kur mu ka nevojt mu mas shumë ti, kur kanë qenë vogël, që ja kanë donë kulturën shqiptare, gjuhën ja kanë mësu. Sot jam shumë e jetë me 2 fëmijët, Bledionin e Bleronën, Bledionin 17 vjeçar, Blerona 14. Edhe qëllimet e tona janë që cila vjen ma përpara, kësmet mu këtu në Kosovë. Cila po pret ti se ka marrë ma përpara? 50 pronat, apo 50 vjetëshi? Besoj që 50 prona vinë ma shpejt, vitin 2025, unë i blejta 7 prona private në Amerikë. Okej. Këtë vetë, qëllimi është dhe i dirin 15 mi blej, i blej, i ndreqi, edhe i reguloj, edhe i shes. Ose i blej, i nalje, i qoj me qëra. Për momentin, me 19 prona që i kam në Amerikë, vitimi është 33.000 deri në 36.000 dolar në mujtë. Je shumë transparente, po flet me shifra... Me shifra, deklarume. Pa tjetër. Po nëse unë i marë 100.000 dolar në mujore, prej 50 prona privatit mijat, që kam vim në Amerika? Asgjë, se Amerike kom Prishtinën. Okej. Po ta bëj një pyetje, me qenë se po flet ka në mënyrë transparente. Pa tjetër. Sa ishte fitimi i vitit fundit? Dhe sa synon pa arrish vitin tjetër? E ke kapur 1 milionshin? Kom shku ma shumë, nëse shkojmë me shqitjen e blerjen e veturav, apo vetëm, unë e mirëna me shqitjen e blerjen e veturav që burre ka, po unë i shes për ta, mirëna do me thonë dhe me qëraja, prona të mija që i kemi me qëra. Edhe shqit blerjet pa të në shmërive? Po. Edhe ta shtim varët se cilin. Nëse i logaritëm të gjitha, ka shku gati 2 milion. Por nëse shkojme me ato vetëm që punoj si agente për EXP Realty, ajo ka qenë afer gati 1 milion. Tani e vështira është me mrite nishi, se pastaj shumë shpejt bot 5-10. Po, ashtë e vërtet kjo, ka logik kjo apo jo? Për vetë po. Milioni parë është, do me thonë, është sakrificë me bo, po kur të kalesht parën e dytin, e tjerë tretin, 4-5-6 ato shumë është ka lajtë mungrit për vjetë. Oke, faleminderit që e ka shumë ta transparente. Nëse do të vije në Kosovë, do të vije vetëm për tjetuar nga qiraja, se thej kur kam gjitha të prona, apo do të vije për të bërë biznes? E she mundësin për të bërë biznes këtu? Pa tjetër, po more than likely to retired. Do dalë në penzion, që tjerë do të punojnë për mu, a unë jo me punu fare. Okej. Nëse i merë $100.000 në mujtë, jo në vetë, në mujtë,
Çka të nevojit të ty me punu? Ama, shiko, ata që kanë miljarda edhe ata punojnë, edhe Elon Musk punon gjithë kohën. Pa tjetër, po... Çka është suksesi për ty? Me fitu një shifër caktu me parash, apo me bo punën të cilën ti e donë? Për mu suksesi është balance. You have to have a balance. Balanci. Okay? Kur arrit atë qëllime që i ke pas, çdo njeri në botë jeton me një ëndër. Unë ato ëndrat, unë e veç i realizova. Okej. Po tash këto tjerat janë vetëm extra. To çkat prej tashti, çka të bëj, ato janë extra. Po edhe masim ka vdek babi, kur nuk më besu në vdekje. Vdekja s'ka ekzistu për mu. Kur babi më vdeq, unë tash ti duhet me shiju jetën pak. Pra është një lloj mësimi. Një lloj mësimi, se babi s'mur kur gja me vete. Gjitha pasurinë e la. Edhe unë tash sot djetoj që jeta është balans. Puna, pa also shijoja. Unë erdha tash në Kosovë për 2 javë, nesër këm pas me shku, e shtyna biletën edhe një javë tjetër, me nejtë me kry do obligime me prona që i kam Shqipëri. Po, donë Zoti, nuk ngenja vetëm me këto 3 prona, një në Kosovë, një në Prishtinë, 3 në Shengjen, inshallah donë Zoti edhe këto investaj. Po, se cili njeri ka atë their own dream. Unë e my dream, I made them true. Ta shti, gjithmonë jeton njeri, like, të arriti atë qëllim. Po dhe, Bill Gates... Mos t'ishte Amerika, do t'a realizoje këta ëndër? Besoj që ku t'isha për mu, if you believe, you are going to achieve it. Besoj që edhe këtu isha... Pra nëse beson e arrin. E arrin, pa tjetër. Po ndoshta jo ato të multimillionaire, maybe not, po prap se prap, ndoshta biljen 1 milion, ashta 2 milion kësha arrit edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë? Edhe në Kosovë. Okej, faleminderit shumë. Si je në raport, ke punëtor ti? Po. Si je në raport me punëtorët? E largon dikon nga puna ndonjëherë? Pa tjetër. Pa tjetër, kur është ai moment, kur e largon dikon nga puna? Unë e largoj nga puna kur s'kam besim në atë punëtor. Nëse punëtorin është gënjen, ose punëtori se bën atë punën që duhet me bo, një vrejtje, 2 vrejtje, po vrejtjen e tretë është too late. Too late. Too late, është shumë vonë. Nuk ka reflektu, do më thë. Jo, se kur të bëjsh gabimin e parë, gjdo njeri gaban. Po nëse e ban gabimin e njëjtë, 2 herë, e 3 herë, ai punëtor gjithmonë doesn't care. Këto generatat e reja, sa janë punëtore? Si qasën punës? A kam përshtypjen apo në këtë botën janë dembelu ka pak të rritë? Sot për sot, everything is on the phone. Gjithmonë janë të gjitha në telefon, edhe generatat e reja i dojnë milionat e tonë, po nuk i dojnë obligimet e tona. Okej. Gjdo sukses vjen me sakrifica, edhe vjen hard work. Gjithkush e donë atë shajnë e $, ose të arot, po askush si donë obligimet. Dojnë qëllë një jetë letë, sikur e shef edhe vetë sot... Me i pik prej qëlli. Po, prej qëlli. Edhe easy, everything easy, shumë letë. Sa sakrifica personale ja vlen të bëhen për me arrit një sukses në punë? Sa ke sakrifiku ti? Qka ke sakrifiku? Unë e kom sakrificu për te, për shumë njëtën time, po jo ato kërë kom prejkë familjen, ose gjanat personale. Jeta është balans, ka pas raste edhe sot ka raste që my family come first, biznisin e lo anash. Po janë do momente kur biznisin e bën first, familjen e lën anash. Si për shembull për natën e vitit ri, ishëm te vjerria, gjithmonë festat shkojmë te vjerria. Dhe telefoni po kërset, ora 12:20-25, po thot njani prej tenants që jeton me qëra, po thot fillorit, një pipe ka burst, edhe shumë uj ka basement. Ta shka? Po thot uj ka shumë. Edhe në atë moment... Një gyp ka kërsit. Një ka gyp ka kërsit, edhe ka u mush krejt, do me thonë ka ti par me uj. Po, në atë moment, pa thonë kur gja, 1, 2, 3, veç e këmë të burit ngreto, shkojmë. Kemi shku, kemi met
3 orë, me je kujen, me gjetat gypjen, të remjeshtrin, ndreqa, kur u ktheva, Vjera po thot, ma pak, aq ma relaksje. Ma pak, ma mirë. Po ma mirë. Po thash, çdo gjë ka sakrifica. Në atë moment, unë e lash familjen, edhe që ishte nata Ose duhet intervenoje. Pa tjetër. Edhe mbarët. Po, Ankohet ndonjëherë bashkëshorti që shumë po punon? po, gjithmonë. Gjithmonë. Ti ankohesh se ai po punon? Unë e kur sa ankona, se gjithmonë unë jam very hungry. Gjithmonë jam e uritër për sukses. E ai thot, relax. Po relax, po ato tollat nuk vinë për qellet. Okej, faleminderit shumë. Filoreta që ishe sonte në Libero, nëse ke diçka për të thënë në fund, ndonjë mesazh mbase? Mesazhi im është për gjithë të rejat e të rinjt, work smart and don't work hard. Do me thonë, gjithmonë bane vetvetja, e keni kur e ki konfidencën, besimin, kur e ki besimin, e gjithmonë, Zotja ti kof shumë falë, gjithmonë të ndimon. Nëse, if you push yourself, nëse ti shtyn vetën pak, Zoti ka me shty ty mbrapa, edhe gjithmonë ka me qenë edhe ma shumë. Faleminderit shumë, Filoreta, kënaqësi që biseduam sonë. Faleminderit shumë. Faleminderit. E përcjell